Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se vini në episodin e radhës në emisionin në Ramazan, ku reflektojmë, rilidhemi dhe ripërtërim zemrat tona në këtë muaj të bekuar. Në episodin e sotëm, tema ka të bëjë me duan, pra arma e besimtarit. Duaja nuk është thjesht një fjalë cilën ne e përshpëritim vetvete. Ajo është lidhja dhe biseda intime mes besimtarit dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Duaja është një shenjë besimi. Duaja është një shenjë shprese. Mbi gjitha duaja është një shenjë dashurie për atë i cili i përgjigjet thirrjeve tona. Në këtë episod do të zbulojmë fuqinë e lutjes sinqertë. Do të shikojmë se kush janë kohë më të mira në Ramazan për të lutur dhe se si Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e lë kurrë pa përgjigje lutjen e një besimtari. Qëndroni me ne, ndërsa mësojmë se si t'i bëjmë duat tona më të fuqishme dhe si t'i kthejmë momentet tona, disa prej momenteve tona pra, në mundësi për t'i thirrur Zotit botrave. E në ndvijim, jemi në vazhdimsi me Hoxhën e nderuar Xhelalilan. Hoxh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxh, pse është kaq e rëndësishme duaja në Ramazan? Duaja është e rëndësishme në muajin e Ramazanit për faktin se muaji i Ramazanit apo muaji i agjërimit është muaj i mëshirës. Është muaj i pranimit të lutjeve. Është muaj ku njeriu duhet ta shfrytëzojë në maksimum, t'i përgjërohet Allahut lartësuar, ta ndjej adhurimin që e bën, lutjen që e bën për Allahun e lartësuar. Është muaj ku Allahu xhalla xhelalu është më afër me robën e tij. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." E kur të pyesin ty o Muhammed për mua, thuaju, unë jam afër, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, dhe i përgjigjem lutjes kur lutesi më lutet mua. Tjetër, pse lutja është e fuqishme në muajin e Ramazanit, është për faktin se Allahu i lartësuar në këtë muaj e ka bërë një natë më të vlefshme se 1000 muaj. Dhe kushdo që i lutet Allahu i lartësuar në këtë natë, patjetër, pa dyshim, që do t'i plotësohet, do t'i realizohet ajo lutje. Sepse Allahu i lartësuar turprohet kur robi i tij i lutet për diçka dhe ai t'ia kthej dorën. Subhanallahu, dorën e tij bosh. Çfarë urtësie dhe çfarë mëshire, çfarë bujarie ka Allahu. Elhamdulillah. Turprohet për robën e tij. Subhanallahu. Atëherë, Hoxh, përderisa e kuptuam rëndësinë e lutjes, cilat janë disa nga kohët më të mira në Ramazan për të lutur dhe për të bërë dua gjatë agjërimit? Që një lutje të pranohet tek Allahu xhalla xhelalu patjetër që ka kohë të volitshme, të veçanta, ku njeriu do t'i shfrytëzojë ato. Mirë, por në muajin e Ramazanit këto kohë janë akoma dhe më të volitshme se sa në kohët tjera, siç e kemi përmendur që çdo gjë që bëhet në muajin e Ramazanit është më ndryshe nga muajt e tjerë. Pra, nga kohët ku shpresohet shumë që të pranohet lutja në muajin e Ramazanit është koha e iftarit. Për faktin se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, agjëruesi e ka një lutje të pranuar në kohën e iftarit. Po ashtu kohë tjetër, pra një ofertë për Allahut. Po, alhamdulillah, kjo është mirësi që Allahu xhalla xhelalu nuk e jep kujdo, vetëm se besimtarit, vetëm atij që Allahu e do. Dhe subhanallahu el-azim është për të çudit ndonjëherë kur shikon domethënë njerëz të cilët tregohen neglizhent në kohën e iftarit. Tregon shumë neglizhent. Dikush e ka menjen tek muhabeti, dikush e ka menjen tek futbolli, dikush e ka menjen tek puna, te biznesi i tij dhe e harron domethënë pjesën që është më e rëndësishme, koha e iftarit që duhet shfrytzuar me lutje. Tjetër, kohë ku preferohet dhe është shumë e pëlqyeshme që të lutet besimtari është në 1/3 e natës, në fundin e 1/3 e natës. Pse? Se në këtë kohë zbret Allahu xhalla xhelalu në qiellin e dynjas. Pra është ajo koha e syfyrit. E syfyrit. Wa bil ashari hum yastaghfirun, thot Allahu xhalla xhelalu, dhe në kohën e agimit ata kërkonin falje.
Pra, si thot dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, në fundin e 1/3 natës zbret Allahu xhelle xhelaluhu në qiellin e dynjas dhe thot: a ka kush që më lutet dhe unë t'i jap? A ka kush që kërkon falje dhe unë ta fal? A ka kush që kërkon diçka dhe unë t'ja jap? Pra Allahu po të vjen dhe po të lutet ty. E kupton? Pra Allahu i lartësuar ty po ti ka hap dyret, ti vetëm duhet thjesht prezantosh. Tjetër kohë që është e preferueshme që besimtari të bëjë sa më shumë lutje është edhe fakti kur të jetë në sejdë. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot besimtari, njeriu është më afër Allahu xhelle xhelaluhu atëherë kur është me ballin në sejdë. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur të jeni në sejdë, bëni sa më shumë lutje. Bëni sa më shumë lutje, shtoje lutjen, ore vlla qaj. Subhanallah. Derdhi 2 pika lot për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Ke një kërkesë, derdhi 2 pika lot. Qaj o vlla qaj. Pra ti je më afër me Allahun xhelle xhelaluhu kur? Atëherë kur e ke ballën sejdë. Bo sa më shumë lutje thot profeti sallallahu alaihi wasallam. A është kusht me bëvet me arabisht? Jo më vlla. Mund t'i bësh në çfarë do lloj gjuhë dush. Allahu të kupton. Allahu e din. Nuk ka kushtëzim. Nuk ka kushtëzim. Subhanallah, hoxh. Po si mundet ne, se siç e kemi përmendur në episodin e kaluar, gjithsesi nga ne mund të ketë sytje, mund të ketë vezvese. Po. Në rastin konkret mund të kenë vezvese në lutje, në dua. Si mund sigurojmë ne sinqeritet në duat tona? Si mund ta, domethënë të jemi të bindur që duaja jon ka qenë me sinqeritet plot tek Allahu? Si mund sigurojmë ne sinqeritet? Po vetëm fakti kur ti je veçan me Allahun xhelle xhelalu, kjo tregon se ti je i sinqert në lutjen që bën. Allahu. Pra në momentin që ti kujt po drejtohesh, në momentin që ti ngre duart lart apo ke ballin në tokë në sejdë, kujt po kërkon? Prej kujt lutesh? Allahu xhelle xhelalu, patjetër që ajo me lejen e Allahut të jetë lutje e sinqertë. Pra vetmia është një prej treguesve që ka sinqeritet në dua. Inshallah, në dashur Allahu madh. Hoxh, mund të mësoni dhe të na tregoni disa lutje të cilat janë përmendur nga Kurani dhe nga Suneti i Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Lutje që janë përmend në Kur'an janë shumëta. Po akoma dhe më të shumta ato që janë përmend në Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Unë do të mjaftohem vetëm me disa prej tyre. Thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an: "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana." O Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na i orientove dhe na i drejtove, na i udhëzove ata në rrugën tonë të drejtë. Po ashtu Allahu xhelle xhelalu thot: "Rabbana zalamna anfusana." O Zoti i madh, ne kemi bë padrejtësi vetëve tona. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, dhe nëse ti nuk do të na falësh dhe mëshirosh neve, lenakunanna min al-khasirin, do të jemi prej të humbërve. Gjithashtu prej lutjeve është edhe lutja e natës së Kadrit. Aisha radhiyallahu anha e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, nëse unë ja qëlloj natës Kadrit, si ti lutem Allahut lartësuar? Çfarë të kërkoj prej Allahut xhelle xhelalu?" Çfarë tha profeti sallallahu alaihi wasallam? Tha: "Nëse ja qëllon natës së Kadrit, thuaj: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Lutje tjetër është edhe lutja e Yunusit alayhi salatu wassalam në barkun e balenës. La ilaha illa ant, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç teje. Subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, i lartësuar qofsh ti o Allah, me të vërtetë unë isha prej të padrejtëve. Pra lutjet e Kur'anit, të Sunetit janë të shumta, nuk marrojnë ndonjëherë për Zotin. Elhamdulillah. Atëherë hoxh, pyetjen e fundit për ta mbyllur këtë temë, gjithsesi nga ne lutet, ka momente vështirësie dhe mundohet, ndoshta nga udhimi mundohet gjithë zgjidhjen e krijesat, po e lën Zotin të fundit, pa dashje, dhe mendon se për lutjet që i ka bërë Zoti i tij nuk ka marrë përgjigjen më njëherë. Çfarë duhet bëjmë dhe si duhet veprojmë nëse mendojmë të paktën që lutja jonë nuk e ka marrë përgjigjen më njëherë? Po, e vërtetë është, në momentin që njeriu i lutet Allahut lartësuar ndonjëherë bëhet edhe pesimist. Edhe kjo vjen nga kush? Vjen nga besimi i dobët. Prandaj njeriu duhet besoj fuqishëm, me besim të palëkundshëm, që Allahu e dëgjon. Allahu e dëgjon. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kur robi i lutet Allahut xhelle xhelalu për diçka,
Allahu tërprohet t'je kthej duart e tij bosh. Subhanallahu. Prandaj, domethënë gjithë secili nga ne kur të lutet, duhet ta ketë bindjen vetvete pra që Allahu po dëgjon. Të jetë besimi i tij plot, që Allahu dëgjon dhe Allahu do t'i përgjigjet. E dyta është vazhdueshmëria në lutje. Pra njeriu mos ta ndërpres lutjen e tij. Qoftë ajo edhe nëse kalon 1 muaj, 2 muaj, 1 vit, 2 vite, ti lutet Allahu xhelle xhelalu, të vazhdoj me lutje. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja pranon lutjen besimtarit njeriu përderisa ai nuk ngutet, nuk nxitohet. Çfarë kuptojmë ne me këtë? Nuk ngutet me thon u luta, nuk më pranu lutja mu. Pra pesimizmi. Dhe kjo vjen pastaj, mbas saj vjen edhe mendimi i keq për Allahun e lartësuar. Do të pas kujdes. Pra ajo pesimizmi dhe ndalesa e këmbguljes në dua, që e ka pra një portë që i hap dyert një të keqe tjetër, mendimi të keq për Allahun. Patjetër. Subhanallahu. Patjetër. Pikë tjetër është edhe vëlla ta kontrollojmë herë veten tonë. Mbase që Allahu i lartësuar nuk na e pranon lutjen neve, kemi diçka mangët tek ne, kemi një tmet, mvaret, ndoshta kemi gjunofe. Si thot profeti sallallahu alajhi wasallam për atë person i cili ngreti durët e tha o Zoti im, o Zoti im. Pra i lutej Allahu xhelle xhelalu. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha: veshja e tij është haram, e ngrëna e tij është haram, e pira e tij është haram, thot si pretendon ky njeri që ti pranohet lutja tek Allahu i lartësuar. Pa çdo gjë që e kishte prej haramit. Duhet me pa dhe njerë njeriu më këtu ke vetja vetë, ore, mos kam diçka tek vetja ima që mu po më pengohet pranimi lutjes. Gjithë secili ta shikojë se si ka raportin me Allahun, pra, dhe çfarë ka pengesë për lutjen e tij. Patjetër. Prandaj këshillohet shumë që të bëhet istighfar përpara. Fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dhe u thash thot Allahu xhelle xhelalu. Kërkoni falje tek Zoti i gjithësisë sepse ai është me të vërtetë falës. Yursilis samaa aleikum midrara, i cili ju zbret juve shi. Pra nga kriteret që një lutje të pranohet tek Allahu i lartësuar është të bëjmë istighfar sa më shumë. Të bëjmë istighfar, të kërkojmë falje Allahut të lartësuar sa më shumë, sa të mundemi. Kërkoj istighfar, para se të lutesh Allahut, bëj istighfar pse ne kemi të domosdoshme istighfarin. Të domosdoshme në çdo aspekt jetës. Pra të bëhet kërkim falje përpara që të krijohet pra ajo lloj pastërtie vetvetes, të hapet ajo derë, pra të lehtësohet. Pikërisht kjo është. Hoxhë të faleminderit, Allahu të shpëlbeft të mira. Amin, edhe juve gjithashtu. Atëherë, ajo që ka mësohet nderuarit e mi në këtë episod sotëm, nga kjo temë, është se asnjë dua nuk është shumë e vogël apo shumë e madhe, e egzageruar, që Allahu mos i përgjigjet. Allahu është el-Mujib, është ai i cili përgjigjet robërve të tij. Ndërsa e mbyllim episodin e sotëm, le të bëjmë një dua të bukur së bashku në mënyrë që të përfitojmë gjithë. Allahumma inna nas'aluka min fadlik wa rahmatik, fa innahu la yamlikuha illa ant. O Allahu ynë, ne kërkojmë prej teje mirësinë tënde, mëshirën tënde, se me të vërtetë askush nuk i ka ato përveç teje. Amin. Të nderuarit e mi, bëni dua dhe kur mos u ndalni. Bëni dua kudo që t'jeni, në sejdë, para iftari, në mes natës. Me të vërtetë, në Ramazan gjithmonë janë dyert e mëshirës hapur. Nëse ky episod ju ka frymëzuar, shpërndajeni me miqtë tuaj dhe familjarët tuaj, në mënyrë që dhe ato të përfitojnë për kësaj bukurie të madhështore në Ramazan. Lut Allahun t'ju pranoj të gjitha duat dhe lutjet tuaja, dhe Allahu ju dhënt atë çka është më mira për ju. Deri herën tjetër, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.